Shoku i mirë, kur nuk ta kthen shpinën. Në çfarë do situate që ti t'jesh, kudo që ti t'jesh, qoftë afër apo larg, ai kur nuk të braktis. Kur. Ai gjithmonë të arsyeton. Të arsyeton të del krah, bashkohet me ty në të mirën, të keqe, në skamje, në bollek. Kur jenë hall, atë e gjen afër. Kur ke gëzim, ai gëzohet. Gëzohet për gëzimet tua. Ai nuk t'i përmend mirët që ti ka bën. Por ai t'i përmend mirët, që ti ja ke bën. Shoku i mirë është ai që të ndihmon me bo vepra të mira, të urdhron për të mirë, e të ndalon nga e keqja, por edhe të respekton në shoqëri, të flet bot, e shtyp zemrimin e vet. Nuk ka inat, nuk të gjykon kur dhe nuk e ka kur qëllim me të lëndu. Ai qesh bashkë me ty, qanë bashkë me ty. Ai të ban me qesh edhe atëherë kur ti ke mendu se s'ke me qesh ma kur. Buzëqeshin që ta jep ai është si ilaç, po, sepse ai qëllimin e ka, ty me ta shnosh zemrën. Sado që e lëndume që është ajo. Sa do e thyme me konë zemra jote, ai copat e saj do i mledh, e don me ta bo zemrën që shukon për para. Shoku i mirë ta fshin lotin. Shoku i mirë, kur të rëzosh, ai të qonë të mban për dorë edhe kur s'mundesh me ecë. Shoku i mirë. Shoku i mirë është në gjendje me ndëgju sa herë që ti ke nevojë me fol. Bashkë ndjen me ty. Kur ti flet për frikën që e ndjen, për dashurinë, ndarjen, marrëzit, prengat, planet. Ai e ruan sekretin. Nuk të përgojon as ty, as nuk i përgojon të tjerët. E vendos vetën në lëkurën tane para se të këshilloj në lidhje me ndonjë vendim që ti don me marr. Ai është shumë i kujdesshëm. Tutet mos po të këshillon gabim. E mos po të merr në qafë. Me ba me ndonë ndonjë gjë, ai nuk ja fal vetës kur. 100 herë me ndohet. E një herë flet. Ai ka dashni për ty. Ai don që ti me konë ma i sukseshëm se ai vetë. Nuk ka gjelozi. Ai publikon sukseset tua. Dhe ndjet krenar për to. Ta thot të vërtetën edhe kur ty nuk të pëlqen. Por ai ka vetëm një qëllim. Që ti t'jesh i mirë. Ti t'jesh në rrugë të mbarë. Që ti t'mos lëndosh nga stujit e jetës, e as nga qefet që mujnë me t'qunë humnerë. Nga gjuha dhe dora e ti, ndjesh i sigurt. Ai e mban fjallën. Edhe nuk flet atë që nuk vepron. Kur ti i lën diçka amanet, ai ta çon amanetin në vend. Nuk të rren kurrë.
ta kupton të kalumen, beson në të ardhmen tonë dhe të pranon ashtu që fshje. Nuk ka shumë rëndësi. Nuk ka shumë rëndësi se çka kemi një jetë, por kënd e kemi një jetë. Kjo ka shumë rëndësi.